Dje në orën 12 në stacionin policor në Gostivar është marrë raportim nga qendra emergjente e Gostivarit se për ndihmë mjekësore është pranuar një person i cili ka pësuar lëndime në punë. Menjëherë është vepruar pas kallëzimit dhe gjatë masave të marra është konstatuar se personi në fjalë është shtetas turk AB 45 vjeçar, i cili ka pësuar lëndim të rënd me send të mpret gjatë punës në një mishtore në rrugën Bogo Veljanovski në Gostivar. Një ekip i departamentit të punëve të brendshme Gostivar ka kryer inspektim në vendin e ngjarjes, ndërsa për ngjarjen është njoftuar dhe inspeksioni i punës. Mbrëm në ora 21:50 zyrtarët policor në Tetov kanë privuar nga liria një të mitur 14 vjeçar nga Tetova, pasi që gjatë kontrollit tek ai është gjetur dhe konfiskuar marijuan. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe i është dorëzuar inspektorit të delikuencës për të mitur, ndërsa për ngjarjen është njoftuar dhe prokurori publik. Pas dokumentimit të rastit do të vijojë një parashtresë përkatëse. Mbrëm në ora 21:30 në SPB Tetov, një grua nga rrethina e Tetovës, së bashku me djalin e saj të mitur, ka raportuar se në shkollën fillore të fshatit, gjatë pushimit të gjatë, djali i saj është sulmuar fizikisht nga 4 të mitur tjerë, nxënës të së njëjtës shkollë. Pas raportimit të ngjarjes, ishin të pranishëm përfaqësues nga Qendra për Çështje Sociale Tetov dhe një avokat sipas detyrës zyrtare, po merren masa për zbardhjen e rastit. Mbrëm pas mesnate, pjesëtarët e policisë së departamentit të punëve të brendshme Gostivar në bashkëpunim me inspeksionin shtetëror të tregut dhe inspektoriatin e punës kanë kryer kontroll aksion në një objekt hotelerie që ndodhet në fshatin Zubovc të Gostivarit. Gjatë kontrollit për shkak të dyshimit të bazuar për keqpërdorim të qëndrimit turistik janë ndaluar 3 shtetase të huaja të moshës, 31 deri 43 vjeç, 2 nga Republika e Shqipërisë dhe 1 nga Republika e Bullgarisë. Ata janë ndaluar në stacionin policor për veprime të mëtejme.